Rreziku është i përzgoditshëm dhe është jashtëzakonisht i madh. Unë jam nxënësi soj shkollës, Nezhme Mustafa. Unë po ndihna shumë i rrezikuar se të çdo ditë goti janë me na shkil kerët, ku po dolun me ble ushqime. Nuk kemi as në bikalim, as në kalim, as kur. Makina shkojmë me shpejtësi shumë të madhe në 80 dhe 100 km/h që na rrezikon jetën tonë. Numri i madh i nxënësave afër 400, po e kanë problem komunikimin me anën tjetër të rrugës. Vajtje e ardhjen në shkollë duhet në kujdesje të prindve vazhdimisht, ose me pagesë të transportit, që është bukur të lash i madh për komunitetin përbanor. Sot do të takohem në orën 11 me zëvendës ministrin. Besoj që shqetësimi jonë ka marrë rrugë tashmë dhe shpresoj lajme të mira. Janë duke u zhvilluar punimet në fshatin Lluzhan, me një mbikalim. I njëjti do të vazhdojë edhe në fshatin Besi. Mirë po nuk ka datë caktuar se kur do të filloj punime ose kur do të përfundoj. Po, te shkolla ku më pas mbikalim, po. Datë caktuar nuk ka, po është pjesë e projektit të magjistrales. Ndërtimit të rrugës, po, të magjistrales, po. Shënjestër.net